Kapitulli 24. Pali para guvernatorit Feliks. Në këtë kapitull, Pali akuzohet rrejshëm nga Tertulli, një orator, por ai qëndroni pa lëkundur dhe përdor rastin për të dëshmuar për ringjalljen dhe drejtësinë. Vargu kryesor. Prandaj unë ushtrohem që të kem gjithmonë një ndërgjegje të pastër përpara Perëndisë dhe përpara njerëzve. Shpjegimi i vargut. Në mes të një salle gjyqi, ku të gjithë po mundoheshin ta dënonin, Pali nuk u fokusua tek frika, por tek integriteti. Mesazhi të kesh një ndërgjegje të pastër do të thotë të jetosh në atë mënyrë që edhe kur të tjerët ta akuzojnë, ti nuk ke asgjë për të fshehur para Perëndisë. Apo jetojmë sot në një mënyrë që na lejon të flejmë të qetë në ndërgjegjen tonë? Lutu me mua. Lutja e ditës 24. Aty në qiellor, na jep hir që të jetojmë me integritet ashtu si Pali. Na ndihmo që në çdo fjalë dhe veprim tonin të kërkojmë të pëlqejmë ty mbi çdo njeri tjetër. Na pastron ndërgjegjen nga çdo peshë e gabuar dhe na jep guximin të qëndrojmë për të vërtetën edhe kur jemi vetëm. Bëje çdo njeri që dëgjon këtë lutje sot me paqen që vjen nga drejtësia jote. Amen.